Të njëjtin mesazh kam për Ergjys Agasin, këshilltarin kriminal të Edi Ramës, që zbatim porsive të tij kalon nga një zonë në një tjetër duke ble vota në Durrës. Ergjys, bëju gati, bashkë me Altin Hajrin, kriminalin Vrasin, bashkë me Pojnë, bashkë me bandit të tjerë, me Vincent Tukun, do shkoni atje ku e meritoni. Miq, ju e ndëgjuat lajmin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes Departamentit të Shtetit, përcollën tek shqiptarët frymën e ndryshimit, mbështetjes dhe mbështetjes të demokracisë. Ne me 11 maj, këtij apeli kësaj fryme, duhet i përgjigjemi të votojmë ndryshimin, të votojmë demokracinë, të votojmë fitoren. I mesazh kam në emër tuaj, më lejoni të përcjell një mesazh 10 mijëra punojësve të administratës. Ne kemi vlerësimin më të madh për çdo punojës që zbaton ligjin. Ai është shërbëtor i qytetarëve. Ndaj dhe u themi, nuk duhet keni asnjë ndojtje. Votoni për historinë, votoni për ndryshimin. Keni respektin dhe mbështetjen tonë. Patronazhistët do marrin fund në tyre. Patronazhistët nuk i ngatrojnë kurrë me ju burra dhe gra të ndershëm që u shërbeni qytetarëve shqiptarë. Këtu janë dhe disa parti të tjera që të gjitha absolutisht me votat që përpiqen të marrin këtu apo aty dhe që nuk u bashkuan me ne, se nuk i lejuan të bashkohen me ne, ato kanë vetëm si qëllim që Edi Rama të mbetet në pushtet, po forcë në botë që ta mbajë Edi Rama në pushtet ma nuk ka. Ndaj dhe uftoj, qytetarë dhe qytetare, pavarësisht se mund të keni ndonjë vrejtje objeksion, votoni ndryshimin, votoni për Lezhën, votoni për Shqipërinë, rroft Lezhë, rroft Shqipëria, fitore!